Komuna e Skenderajt gjatë vitit 2025 ka subvencionuar 2 herë brenda vitit të njëjtën OJQ. Financimi është bërë për realizimin e aktivitetit muaji i mëllgatës në vlerë 13.100 euro dhe aktivitete rinore dhe kulturore në vlerë 7.500 euro. Sipas raportit të zyres kombëtare të auditimit, neni 5.2 të rregullores së komunës për ndarjen e subvencioneve specifikon se përfituesi i subvencioneve mund të jetë vetëm një herë në vit. Ndarja e subvencioneve në kundërshtim me rregulloren komunale, sipas auditorit, rrit rrezikun e trajtimit jo të barabartë të përfituesve dhe mund të kufizojë mundësinë e përfitimit për OJQ-t e tjera. Auditori ka thënë se kryetari i Skenderajt, në këtë rast Samil Ushtaku, duhet të sigurojë që, para aprovimit të subvencioneve, të kryhet verifikimi i plot i përfitimeve paraprake të përfituesve, në mënyrë që të parandalohet subvencionimi më shumë se një herë brenda vitit për të njëjtin përfitues. Me këtë gjetje të auditorit është pajtuar edhe vetë komuna e Skenderajt. Shënjestër.net